ne nuk kemi shkel asnjë ligj të Republikës. Çdo gjë ka qenë me leje, me njoftim. Për shkak të kohës të keqe që ka qenë këto ditë dhe që parashikohet prapë të jetë, por dhe për shkak të estetikës, sepse unë kam shumë bezdia të plasmasit, me thënë drejtën, sepse funditës dua jetë në raport dhe me qytetin estetikisht korrekt ajo që bëjmë. Vendosëm dy çadra për protestën tonë të ligjshme, të drejtë. Një bulevard që ju e dini që është bllokuar nga ai që është në pushtet me javë të tëra, me çadër gjigande, mijëra metra katror. Dhe askush prej tyre nuk është dhënuar. Domethënë, ne nuk kemi bllokuar njeriu. Unë e kam vendosur pozicionin ku qëndrojmë në një mënyrë të tillë që as trotuari nuk është bllokuar, as rruga. Pra nuk del dot sot një qytetar në Tiranë të thotë që nuk kam shkuar dot në punë se më pengoi Adriatiku apo aktivistët e tjerë, qytetarët. Nëse për këtë ja del mjaftueshëm trafiku i Tiranës. Me thënë, më shumë i blokon trafiku i Tiranës se sa ne nuk i blokojmë fare. Domethënë, këtë nuk e them për të justifikuar, po e them sepse ne jemi duke ushtruar drejtën tonë kushtetuese për të protestuar. Dhe në këtë drejtim, joja e tyre dje ka qenë barbare, do thosha unë, si joja një vendi të botës së tretë, domethënë, dhe me zhduket vendi tillë jemi, domethënë. Ata erdhën kuthçe, pasi kishin ikë qytetarët, pasi kishin ikë masiviteti, dhe erdhën mbi 300 policë. Domethënë, po të luftonin me krimin me kaq shumë forca, më mirë do ishin, mendoj unë, Flavio. Besoj se po. Të sjellësh 300 punonjës policie për të hequr dy çadra përballë 30 njerëzve, nuk e di domethënë, këta qofshin. Nga ana tjetër, në një protestë civile, se aty nisi dhe konflikti, shumë qytetare që nuk vërtetohet të ketë thyer një lule deri tani aty, dhe të ketë edhe një gur, një tjeo civil të cilët fotografonin njerëzit, dhe unë i kam ndaluar, ata që pashtë paktën, se që vërtetuan më vonë, shoqëruan dhe arrestuan një pjesë të protestuesve, qytetarëve që flënë në çadër aty, dhe kishin bërë foto me këto civilët që shihen, domethënë, me të dukë si kriminal. Njerëz që vinë civil në një protestë ku qytetarët kanë drejtën e tyre të protestojnë dhe ku normalisht policia arrin me uniformë. Pra nuk është se i bëri fotot policia, aty është ambienti më i survejuar i Shqipërisë, ka kamera nga çdo anë, kamera me rezolucion të lartë. Po. Ajo që dua të them është ju e dini që punët nuk janë mirë në Shqipëri. Kjo nuk është çështje fare se është Edi Rama kryeministër apo jo. Kjo është çështje e faktit që Edi Rama e ka futur vendin në një lloj autokracie. Dhe unë mendoj është më shumë dhe se autokraci, është praktikisht një diktaturë e një modeli të kohëve kur jetojmë, se sigurisht nuk mund të jetë e kohëve të Enver Hoxhës, po është një diktaturë e dhunë. Që reflekton kohën. Po, një diktaturë e modelit kohës ku ne jetojmë, po është diktaturë praktikisht. Një kuriozitet Adriatik dhe ma beso këtë e kam pa gjend si pyetje, disa media specifike kishin marrë pjesë nga deklaratat e tua dhe sigurisht ka ngjallur edhe debat, u duk sikur gjatë protestës kishe pasur kohë për të atakuar apo shpotitur liderin e opozitës, ndërkohë një pjesë pyesin që tani që po vlon edhe pas ngjarjeve të Venezuelës, pse nuk bëhen gjithë faktorët që duan rrëzimin e